botë. Pra zogu mundohet me dorë të hekur që t'i bëj trastar shqiptarët musliman ndaj papës së tyre, apo kalifit, dhe t'i bëj ata që t'i lutën dhe t'i falen atij. Të pranojnë ndryshimin e ligjit, se ka një diferencë të madhe ndërmjet ligjit laik dhe shariatit. Zogu ndryshon pothuajse të gjithë kontekstin e Shqipërisë pas Osmane. Që nga ora, muslimanët atëherë përdornin orën allaturka, jo orën allafrënga, veshja, mënyra e veshjes grave, shkrimi, sistemi mendimit, dhe shumë gjëra të tjera. Zogu është në një farë mënyre oksidentalizues. Ai mundohet të kopjojë në maksimum Francën. Ataturkun, mendoj se ky me Ataturkun ishin konkurrent, se ishin në një farë mënyre që të dy agent të francezëve dhe të britanikëve që në këtë kohë dominonin koncertin e pushtetit në Evropë, dhe që të dy mundohen të prodhojnë versionin e tyre të muslimanëve të mirë, muslimanëve të moderuar, që do i binden perëndimit. Mirë, tani krimi këtu tek modeli i Ataturkut dhe modeli i Zogut rreth Islamit. Çfarë ka a dallon diçka? Ka diçka dalluese, domethënë mes asaj çfarë alfabeti latin, domethënë edhe nga njëri dhe nga tjetri, imponohet Ferexhia edhe nga njëri nga tjetri. Çfarë ka që i dallon? Janë disa gjëra që dallojnë Zogun me Ataturk. Në këtë aspekt po flasim. Zogu bëhet monark. Ataturk ishte republikanist dhe e urrente Zogun për këtë, dhe veten e quajnë president. Ataturk nuk e zhduk islamin totalisht. Sot turqit modern janë akoma musliman. Nuk janë fjellabie si shqiptarët e Shqipërisë që ndihen pak musliman. Sepse Zogu mbylli në mas medrese, shkatroi xhami, dhe teologjia që Zogu i mëson njerëzve në për shkollat, nuk ishte Zogu vetë, por ishin intelektualët e kohës, po e generalizojnë me emrin e Zogut, me qenë se ishte sundimtar i vendit. Këta i mësojnë njerëzve teologjinë që shqiptarët janë një popull i lashtë, popull i parë i Evropës, i lirë pellazg, ndërtoi këto mitet e këtij Skënderbeut, i cili është një kryshtar anti-musliman, dhe nëpërmjet tij synohet që brezat e ri të shqiptarëve të inspirohen me anti-islamizëm, me urrëtie kundër muslimanizmit. Edhe kjo gjë shihet në shumë njerëz që dolën nga shkollat në kohën e Zogut. Marrim shembull Safet Butkën e tjerë, njerëz që u mbushën me një urrëtie të madhe kundër arabëve, turqëve. Pak a shumë kjo lloj urrëtie që shihet edhe sot e kësaj dite në shtypin e Kosovës. Unë her pas here bëj shkrime në anglisht ku analizoj se si stereotipizohen dhe fyhen në terma racist muslimanët, arabët, turqit në Kosovë nga gazeta që ju i keni shumë të famshme, dhe këto janë pak a shumë eko e kësaj kohe kur ky iliro pellazgizmi kthehet në një farë teologjie, në një farë feje të re që Zogu e bën. Ataturku e ruan një farë muslimanizmi, një muslimanizëm të moderuar në një farë mënyre, por jashton shumë gjëra nga jeta qytetare e Turqisë së re, heq gërmat arabe, heq fesin, heq sheriatin, por duke qenë se Turqia ishte një vend që u bën nga muhaxhir apo emigrant musliman që u dobuan nga Ballkani, ai nuk e ishte dot muslimanizmin në total. Kurse Zogu, apo më saktë regjimi i Zogut, se Zogu ndoshta nuk i kuptonte se çfarë bënin intelektualët rreth tij, u kujdes që fen islame ta varrosi, siç edhe fen ortodokse e varrosi, duke e shkëputur atë nga patriarkana e shenjtë e Konstantinopolës, ndërsa feja katolike, si pasojë e të qenit të Shqipërisë protektorat italian gjatë kësaj kohe, fillon edhe kthehet nga fe e një grupi shumë minor në Shqipëri, kthehet pak a shumë në fen e heroit të kombit, i cili është Skënderbeu, i cili lufton për të mbrojtur papën, për të mbrojtur Vatikanin, por që tek se thonë ky është shqiptari më i mirë, por nuk e japin troç
edhe qartë pse ky është më i miri dhe nuk është fjala bie Ballaban Pasha që luftoi kundër tij apo Hayreddin Pash Barbarossa që luftonte kundër francezëve në Mesdhe. Mirë, kthehemi tani te një periudhë para se të kalojmë në Kosovë, një periudhën postkomuniste. Ndoshta është e tepër të bisedojmë për periudhën e Enver Hoxhës, dhe që ishte një ekstremizim, i këtij drejtimi, i kësaj qasje, dhe ku u eliminuan, fen, në këtë rast këtu u goditët feja katolike, po tash me një pretekst krejt tjetër jo si fe, jo si kultur, sa si agentur e perëndimit, po desha të kthejmë nëse ke, ndalë pak në këtë periudhë, por më tepër në periudhën postkomuniste, si u gjet Shqipëria trullosur e viteve të 90-ta. Shqipëria e viteve 90 është një film shumë i bukur që e ka bërë një regjizor italian, Gianni D'Amelio, nëse se ngatroj emrin, me Corrado Catanin, L'America. Edhe biles në një artikull që kam shkruar për një libër që po botohet, e citoj këtë film. Ky filmi L'America me Corrado Catanin tregon pak a shumë kaosin me të cilin Shqipëria e gjeti veten kur ra komunizmi. Shqipëria për fatin e saj të mirë edhe të keq, u bë pjesë e Traktatit të Varshavës, tani jemi me Traktatin e NATO-s, e Bashkimit Sovjetik, gjatë kohës së luftës së ftohtë. Sovjetët dhe më pas kinezët investuan shumë në Shqipëri. Shqipëria moderne u krijuan në Enver Hoxhën. Me Enver Hoxhën u hapën në mas shkollat, u edukua dhe u bë detyrueshme të edukohen njerëzit, u elektrifikuar vendi, u urbanizua Shqipëria, u krijuan qytete të mëdha dhe moderne si Tirana, Berati, Shkodra, Elbasani, dhe shqiptarët kaluan nga shoqëria agrare që ata jetonin pak a shumë në kohën e Zogut në një shoqëri moderne ku Shqipëria u bë një vend i cili edhe pse nuk ishte i pasur, ishte i varfër, ishte self-sustainable, si thuhet, i vetëpërmbajtshëm dhe i plotësonte nevojat e saj për të mbajtur një ekonomi sado të varfër, sado shtypse, por ishte një vend i cili u krijua shtet, pati ligj, pati rregull, dhe Partia e Punës, Partia Komuniste me Enver Hoxhën në krye, krijuan një mit të ri gjatë kohës së komunizmit. Ky mit e përdorte shqiptarin si ideologji, por kjo shqiptaria në krye të saj kishte Partinë dhe Enver Hoxhën, i cili tregoi pak a shumë si Führeri i kombit. Rënja e Bashkimit Sovjetik, e cila solli si efekt domino edhe shkatrimin e komunizmit në Shqipëri, shkaktoi tek shqiptarët një shok shumë të madh, ideologjik, kulturor, ekonomik dhe në çdo aspekt tjetër. Shqipëria në vitet 90 u gjet shumë e varfër, nën këshillat e perëndimorëve, njerëzit që morën pushtetin në Shqipëri shkatruan bazën ekonomike të vendit, fabrikat, uzinat, kombinatet, popullata e cila në shumicën e saj ishte fshatare, u shkëput nga malet e Shqipërisë dhe nga fshatrat dhe vërshoi drejt Tiranës, ndodhi një urbanizim i dhunshëm dhe marramendës, dhe përveç kësaj njerëzit papritur pas viteve 90 u gjetën një krizë të madhe besimi, ata nuk dinin më çfarë ishin. E kishin idenë që ishin shqiptar, por kishte një vakum të madh fetar, por pati edhe një vakum të madh morali i cili reflektohet deri sot në Shqipëri. Nëse në kohën e Partisë Punës ne në Shqipëri nuk kishim kisha dhe xhamira që na mësonin që të mos vjedhim, të mos bëjmë krime të tjerë, në kohën e Partisë Punës ne kishim organizatat e frontit, organizatat e partisë, të cilat i qytetëronin njerëzit, i mësonin atyre moralet. Me rënien e komunizmit, Shqipëria papritur ra në një kaos total,
Dhe në këto kohë kemi ringjalljen e shumë fenomeneve. Njëra nga ato është shkatrimi masiv i kulturës në Shqipëri, shkatrimi i qyteteve, shkatrimi i moraleve, siç kemi edhe në një farë mënyre ngjalljen e feve. Por shqiptarët me rënien e komunizmit nuk janë më të gjithë me ato strukturat e vjetra që kishin kohën e Zogut, 75% musliman, 15% ortodoks, 10% katolik, po fillohet edhe bëhet një mishmash i madh. Ju ndoshta keni parë sot e kësaj dite në politikën e Shqipërisë, ka shumë musliman që janë konvertuar në katolik. U konvertuan në këtë kohë si pasojë e imponimit që organizatat misionare katolike, por edhe protestante, për shembull Erion Velia, që sot është ministër i punës në Shqipëri, pak vite më parë ka qenë misionar protestant, dilte në rrugë ndante Bibla dhe i jepte njerëzve lajmin e mirë të Jezu Krishtit, edhe pse është musliman me origjinë. Dhe apo kemi raste si puna e Edi Ramos, i cili vjen nga një familje ortodokse, por që thotë jam katolik. Se pati shumë presione sociale, shumë incentiva, joshje, që organizata të ndryshme, po në veçanti Italia dhe Amerikanët, i bëjnë këtyre shqiptarëve të varfër, ignorant dhe të paditur. Në filmin L'America të D'Amelios, se ja thash emrin gabim atij, ai nuk është Corrado Catani aktori. Është një pasazh shumë i bukur ku tregohet kur ky italiani që është personazhi kryesor i filmit hypën në një autobus me shqiptar. Dhe aty takon një shqiptar me një emër musliman, duket e kishte emrin Ismail. Edhe ky Ismaili tani ishte i varfër, i babzitur dhe donte patjetër të ikte nga Shqipëria e cila është në luftë dhe në kaos. Edhe i thot këtij italianit, thot, a është e pasur Italia, thot. I thot këtij italianit, a njefti papon, a njefti nuk e di ca politikan italian. Edhe i thot, unë do vin Itali, thot, do konvertohem katolik, thot, që gjej punë, thot. Edhe kjo është psikoza e kohës. Njerëzit janë të varfër, janë ignorant, janë të çoroditur. Ne në Shqipëri gjatë kohës Enver Hoxhës, dritaret tona drejt perëndimit i kishim në dy anë. Njëra ishin televizionet italiane, të cilat na tregonin parajsën e kapitalizmit, me filmat e tyre, filmat hollywoodiane e tjerë, dhe tjetra ishin televizionet jugoslave, kur shikonim këtë parajsën socialiste që ekziston të këtej. Por, me shkatrimin edhe të Jugoslavisë, Italia me Amerikën kthehen pak a shumë në penxheret kryesore, ku shqiptarët kërkojnë që të gjejnë atë parajsën e premtuar. Dhe në këtë kohë, kaosin moral dhe shoqëror, kemi edhe tronditje të mëdha, konvertime të mëdha. Por kemi edhe një ringjallje të islamit në një farë mënyrë, si pasojë e ardhjes së arabëve dhe turqëve në Shqipëri, të cilët fillojnë edhe ndihmojnë muslimanët e Shqipërisë. Mirë, po ku janë, po ne folim përgjithsisht, domethënë për fet në Shqipëri tani, më intereson për leadershipin e komuniteteve fetare në Shqipëri. Ku është, ku qëndrojnë ata? Si janë tani, kemi një rast që shumë interesant, ku një prej, domethënë zyrtarëve të klerit katolik deklarohet kundër shkurës së vishtazhitit ambasador në Vatikan, me pretekstin se është musliman. Në fakt, kjo duket një gjë shumë absurde, por tregon një realitet, sepse në fakt kombi shqiptar, ashtu si është krijuar me gjithë ato çfarë, megjithatë është u kriju si një komb muslimano-kristian, domethënë një komb ku participimi muslimanëve kristianëve pa marrë parasysh që muslimanët janë shumicë, se kristianët pakicë, prapse bën mbi bazën e shqiptarisë, domethënë mbi bazën e etnisë dhe participimi në një mënyrë bë gjysmë për gjysmë, dhe mirë po tani kemi një deklarim, domethënë që nuk pse mos jetë domethënë ambasador në Vatikan, thotë ai përfaqëson Vatikanin dhe jo Shqipërinë. Desha domethënë ta dëgjoj nga ti një trajtim domethënë të kushën për leadershipin e këtyre
komunitete fetare në Shqipëri? Në Shqipëri pas rënies së komunizmit kanë vërshuar një mori fesh e sektesh, që nga katolikët, protestantët, mormonët, bahajit, Hare Krishnat, monistët e lloj sektesh psikopate që mund të krijohen në botë. Megjithatë, fetë që akoma vazhdojnë ta dominojnë skenën në politike dhe fetare të Shqipërisë është muslimanizmi, i cili është feja e shumicës së shqiptarëve akoma. Është kisha ortodokse, e cila në këto vite tranzicioni ka patur mbështetjen e Greqisë dhe është rimëkëmbur shumë, dhe kisha katolike, e cila ka patur mbështetjen e Italisë dhe të Vatikanit dhe të Austrisë për të rimëkëmbur dhe për të krijuar një numër shumë të madh prozelitësh apo konvertësh. Visar Zhiti, ashtu sikur Ismail Kadareja, dhe shumë persona me emër në Shqipëri musliman janë njerëz që vinë nga familje muslimane otomane, por që si pasojë e presionit kulturor fetar që Shqipërisë i bëhet nga Italia dhe kisha katolike, janë konvertuar në katolik. Visar Zhiti për mua është një besimtar shumë i devotshëm katolik, ndoshta është edhe më katolik se sa ky prift Fernandoja, se ai ka bërë, ai edhe djalit të tij që i vdiq, rahmet past, ja ka vënë emrin Ati Ynë. Biles në një intervistë tha, unë nuk e kam quajtur Allahu Ynë, tha, po e quajta Ati Ynë. Visari është një fundamentalist katolik vet. Por çfarë ndodh me kishën katolike në Shqipëri? Kisha katolike ashtu sikur kisha ortodokse dominojnë nga të huajt. Nëse kisha ortodokse ka peshkopin Janulatos, të cilin nacionalistët shqiptar, por edhe disa media që sponsorizohen nga Italia e sulmojnë, kisha katolike ka një seri priftërish të huaj, duke përfshirë këtu edhe Rok Mirditën, i cili është nga Malezi, nuk është shtetas i Shqipërisë, që janë të huaj në krye të kishës katolike. Dhe ky kler her pas here tregon ndërhyrje në politikën shqiptare dhe kërkon që të vendosi agjendën e tij. Këtu shumë të vëmendshëm janë katolikët, të cilët mund të them se kanë patur një sukses shumë të madh, pasi përveç Skënderbeu, të cilin shqiptarëve si hero kombëtar ja imponuan austro-hungarezët, kisha katolike ka arritur në vitet e fundit që t'i imponoi edhe Nën Terezën si një tjetër heroin katolike kombit shqiptar. Papët me propagandën e tyre, me misionarët që sot i gjen në qytete edhe në fshatra që nuk ka patur katolik që nga viti 1054, kur kisha katolike bizantine u nda nga kisha romake, edhe aty kanë arritur të shkojnë. Misionarët janë katolik, kanë fonde të mëdha, kanë buxhet të jashtëzakonshëm, kanë media që i mbështesin dhe kanë një ofensivë shumë të madhe nga kisha katolike, siç ka edhe këtu në Kosovë, për t'i konvertuar shqiptarët musliman për në katolik. Megjithatë, çfarë ndodh? Ndodh që në disa raste, si me rastin e Visar Zhitit, si duket krerët e kishës katolike nuk janë të kënaqur apo ndoshta janë dyshues për këta konvert si puna e Visar Zhitit dhe shprehin edhe mesazhe të çuditshme, si ai që dëgjuam pak ditë më parë. Mirë, të kthejmë tani punës në Kosovë, më thonë, spari për procesin e kombëndërtimit që e përmendëm në fillim fare, dhe pastaj edhe relacionin me fenë. Është një gjë e cila ka ndodhë kohëve të fundit kur disa imam, një numër i madh i imamëve për një herë janë arrestuar në emër të luftimit të terrorizmit dhe gjëra tjera të cilat duken pak shumë prej mos më thonë qesharake, groteske apo të pa imagjinueshme, si mundet në një
shtet demokratik. Po shtet demokratik, domethënë të ndodhin gjërat e tilla. Demokratik, domethënë për aq sa pretendohet. Kosova, për fatin e saj të keq, në procesin e kombëndërtimit, i cili nis me luftën e NATO-s këtu në vitin 1999, zgjodhi që si proces, si kopje të saj të marri shembullin e Shqipërisë. Në Kosovë procesi i kombëndërtimit përbëhet pak a shumë copy-paste me modelet që italianët dhe austro-hungarezët ndërtuan për koloninë e tyre Shqipëri gjatë shekullit të 20. Mite që u gatuan në Shqipëri, fjala bie si Skënderbeu, i cili sipas kushtetutës tuaj nuk duhet të jetë heroi i Kosovës, pasi Kosova pretendon që nuk është shtet i lidhur me Shqipërinë, por shtet sovran që ka simbolet e saj, siç keni flamurin. Domethënë, po ta shohim nga ana konstitucionale, Skënderbeu i bie që të jetë një heroi legal i Kosovës. Por njerëzit që kontrollojnë institucionet e pushtetit në Kosovë janë indoktrinuar dhe brumosur me idet që ata mësuan gjatë kohës së Enver Hoxhës, dhe sot në presionin e perëndimit dhe kishës katolike dhe të NATO-s, se nuk duhet të harrojmë që Kosova është një protektorat i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, janë duke huazuar në mënyrë groteske mite të kishës katolike. Ndërsa këto gjëra bëhen, qeverisja kosovare, si për shembull presidente Atifete Yahya Aga, apo për shembull ish kryeministri Hashim Thaçi, apo ish ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, kanë treguar në mënyrë të përsëritur dhe të paturpshme ndjenja shumë të forta dhe raciste kundër muslimanëve. Presidente Yahya Aga në një intervistë që ka dhënë përpara disa vitesh për një revistë kroate a slovene, nuk e mbaj mend, e ka përshkruar Skënderbeun si hero të krishtërimit. Në anën tjetër, qeveria e Hashim Thaçit, që ishte deri para pak kohësh në pushtet, ndërsa në shkollat e fëmijëve të Kosovës u mëson kosovarëve që të parët e tyre janë katolik, që Skënderbeu edhe Nën Tereza janë heronjtë e tyre, që i shërbyen papa ose tjerë, islamin dhe muslimanët i diskriminon. Ka një armiqësi publike nga udhëheqja kosovare kundër shumicës së popullit të saj, që janë shqiptarët musliman. Pjesë e kësaj armiqësie u pa edhe me arrestimet që u bën në vitin 2014 kundër shumicës së ulemave kosovar, të cilët u arrestuan dhe u futën në përburgje, së bashku me Fuad Ramishin, i cili është lider opozitar në Kosovë, dhe u sollën në një mënyrë që vetëm regjimet fashiste bëjnë, duke arrestuar njerëz, duke bërë gjitha të show dhe propagandë, sikur po arrestonin disa terroristë. Siç rrjedha e kohës tregoi, njerëzit që u arrestuan, në shumicën e tyre dërmuese ishin të pafajshëm. Por, leadershipi kosovar ka një ndjenjë kompleks inferioriteti me perëndimin dhe pak a shumë me amerikanët që e komandojnë koloninë kosovare. Duke e ditur që perëndimorët nuk i duan muslimanët, ata shpesh herë kalojnë në racizëm, ekstremizëm dhe islamofobi për të treguar që janë të gatshëm t'i bëjnë çfarëdo të dojë perëndimi kundër liderëve fetar musliman në këtë vend, apo edhe politikanëve që kanë ndjenja muslimane. Kjo është pak a shumë pjesë e procesit të kombëndërtimit. Kosova po ndërtohet si një kombë militant laik, kur vjen puna tek Islami, por në anën tjetër, katolicizmin po e trajton në një farë mënyre si pjesë të identitetit të saj kombëtar. Në përshkrimin e mia unë e quaj këtë një laik katolicizëm. Pra, ndërsa kundër islamit dhe muslimanëve qeveria kosovare, pushteti tregohet militant laik, ku për shembull vajzat me shami dobohen nga shkollat dhe nga institucionet publike, Nën Tereza, që është po ashtu me Ferexhe dhe shami, hyn në për administratën shtetërore, në për librat shkollor,
Skënderbeu me Shami, Skënderbeu që është atleti i Krishtit tregohet si heroi i këtij kombi, edhe pse siç po argumentoja më tepër, unë mendoj që nga ana konstitucionale ky mit është i huaj dhe është ilegal dhe po përdor një farë militantizmi laik katolik për të mbajtur në presion, për të frikësuar muslimanët dhe liderët e tyre fetar, në rastin konkret duke përdorur justifikimin e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s të luftës që ata po bëjnë kundër organizatës terroriste të ISIS-it. Mirë, kur jemi këtu të heronjë të shpallur zyrtarisht, një numër i madh i heronjve, të shpallur të dukruarve nga presidenca e Shqipërisë dhe presidenca e Kosovës janë të njëjtë. Domethënë, Adem Jashari është heron në Shqipëri, është heron në Kosovë. Avni Rustemi e keni këtu? Nuk e di, nuk jam shumë i sigurt. Inshallah nuk e shpallën, se Avni Rustemi është terrorist apo jo? Ai bëri akt terrorist terroristët që janë shpallur heron. Si po në George Washingtonit. Mirë po, kemi edhe disa të zonë, Ismail Qemali është shpallur, Ismail Qemal Vlora është heron në Kosovë, heron në Shqipëri. Mirë po, kam rase kur ata që konsiderohen antihero në njërin vend janë të shpallur hero në vendin tjetër. Për shembull kemi rastin të e Adem Boletinit, që është djali i Isa Boletinit, dhe që është vrarë, me atentat nga Vasil Shanto në Shkodër në vitin 1943. Në Shqipëri është hero Vasil Shanto, në Kosovë është Adem Boletini, dërsa këta janë viktima dhe vrasësi, ose kemi rastin tjetër që të zamë Recep Mitrovica të zamë në Shqipëri, akoma konsiderohet zyrtarisht tradhtar kriminal, në ndërkohë që Recep Mitrovica është i dekoruar i presidencës Kosovës edhe është qendra kulturës në Mitrovicë me banemrin Recep Mitrovica. Ose kemi rastin kur Aleksandar Ankoviqi, për shkakun që konsiderohet antiheroj këtu më i madh, si vrasësi i shqiptarëve, zyrtarisht është i dekoruar nga presidenca e Shqipërisë, jo nga kjo, por nga koha e Omer Nishanit, kur nga vitin 1945 dhe zyrtarisht figuron si heron në Shqipëri. Tani, si e konsideron të në mos dy shtete vëllezër, në mos dy kombe vëllezër, të paktën dy kombe fqin që pretendojnë vëllezëri për më tepër, që kenë një larmi të tillë të antiheronjve, sepse e kuptueshme që disa heronj do t'i kenë përbashkët, që disa heronj do t'jenë heroj në Kosovë, po jo në Shqipëri, disa në Shqipëri, po jo në Kosovë, po që t'kenë për antiherojnë që konsiderohet atë që konsiderohet antihero në vendin tjetër, kjo duket pak e çuditshme, po jo. Puna është kështu se në Shqipëri ka një kaos sot, kur vjen puna të heronjtë të kaluarës. Janë mëse i sigurt se nëse dikush